Përshëndetje të dashur miq dhe mirë se erdhët në kuzhinën time. Për sot do të përgatisim një byrek tejet special. Përgatitet shumë lehtë dhe ka një shije fantastike. Në fakt del një byrek kremoz që është tepër i preferuar në familjen time. E gatuaj shpesh për fundjavë apo dhe për raste të veçanta. Është i veçantë dhe ka goxha sy. Gjithë familja ka për ta pëlqyer shumë, sidomos nëse keni mysafir. Le të vazhdojmë së bashku hap pas hapi me përgatitjen. Si fillim do na nevojiten 400 me 500 gram djath ose gjizë, sipas dëshirës çfarë juve të doni. Do vazhdojmë duke e shtypur me duar ose me një pirun. Ndërsa gjiza është vetë gati, kështu që nuk do t'i bëni asgjë. Do na nevojitet një pako me peta të gatshme. Ka diku te 14 me 15 petë brenda. Unë të dashur miq kam përdorur petë Dimitra. Janë në të vërtetë petë të shkëlqyera. Vetëm do të siguroheni që të jenë të freskëta. Një lugë gjelle vaj në secilën petë dhe sipër petës 3-4 lugë gjelle me djath ose gjizë. Më pas sipër djathit vendosim dhe petën e dytë. Një lugë gjelle vaj ulliri dhe do vazhdojmë duke e rrotulluar dhe duke e mbështjellë në këtë mënyrë. Kështu të dashur miq, do vazhdojmë me të gjitha petët me radhë. Tepsia që kam përdorur është 35 me 40 cm. Lyej me vaj, nëse në përbyrje që përdorni më tepër gjalp, mund ta gatuani dhe me gjalp. Dhe tani do vazhdojmë duke i radhitur në këtë mënyrë. Nëse është e nevojshme do e prisni në madhësinë e tepsisë. Dhe kështu do vazhdoni me radhë derisa të përfundoni dhe të mbushet tepsia. Nuk do i ngjeshni fort, do lini pak hapësirë që të deportoj kremi dhe të lidhen petët. Në një tigan ose në një tenxhere shtojmë 30 gram me gjalp, 3 lugë gjelle vaj ulliri, 3 lugë gjelle të plota me miell ose 60 gram, duhet të jetë i lagur plotësisht mielli, nëse nuk është lagur dhe ngelet topa, duhet të shtoni pak gjalp ose vaj më tepër. Nëse i beni me sy sigurisht, sepse nëse i peshoni do ju dalin fiksi në video. Do e skuqi mirë miellin që të marrë një aromë të mirë dhe pak ngjyrë si në video. Më pas do vazhdojmë duke të razuar dhe duke shtuar qumshin. Do t'ju duhen diku te 800 ml me qumësht, ose 4 gota 200 ml. Një lugë kafe me krip, një brez sheqer, 150 gram salcë kosi, të dëshirës tuaj, mos të jetë shumë i thartë, 2 vezë të plota, ndërkohë në momentin që do shtojmë vezët, do e trazojmë me shpejtësi që mos të na priten. Në këtë moment duhet ta kemi të larguar kremin nga zjarri. Sapo të trashet e largojmë nga zjarri dhe më pas shtojmë produktet e tjera. E lugë gjelle me djathin të dëshirës tuaj, siç është parmezan, kefalotir ose gravier. Varet se ku jetoni dhe djathrat që mund të gjeni dhe juve t'ju pëlqejnë. Mund të shtoni dhe pak djath kaçkavall. Kështu që kemi kremin të nxehtë e shtojmë sipër petëve. Hapim në gjithë sipërfaqen derisa të mbulohen. Me ndihmën e një lugë ose të një shpatulle, e ndihmojmë dhe pak të futet në pransore dhe midis petëve me sy ashtu si të mundeni. E tundim dhe pak në këtë mënyrë si në video dhe në fund sipër unë kam shtuar pak djath të thërmuar me dorë. Kjo është opsionale sipas dëshirës. Vazhdoj me pjekje në furrë të parangrohur 180 gradë për afërsisht 60 minuta. Unë e kam vendosur në zgarën e mesme të furrës. Pjekja sigurisht varet dhe sipas furrës tuaj, do e kujdesni dhe vetë. Mua mu desh fiks 60 minuta. Nuk do e piqni në temperaturë më të lartë sepse sipër kremi nxihet. Pas pjekjes do i lini pak të ftohet dhe më pas do vazhdojmë duke e shërbyer. Dhe ja pra të dashur miq, ku përfunduam dhe me recetën e sotshme. Një byrek fantastik, tepër kremoz që ja vlen ta provoni. Diçka e veçantë për të ndryshuar menun e ditës. Nëse ju pëlqejnë recetat tona, mund të abonoheni në kanal duke shtypur butonin subscribe. Gjithashtu mund të aktivizoni dhe zilën për të njoftuar rreth recetave të reja. Për ata që do e provojnë, punë të mbarë dhe u bëft të mirë. Gjithë të mirat, bashkë mirë dëgjofshin.